Nder i madh në ditën më historike, Shyret e Behluli shpallet ambasadore e paqes në 18 vjetorin e pavarësisë. Në një ditë që simbolizon sakrificë, krenari dhe identitet kombëtar, një tjetër lajm i bukur vjen për artin shqiptar. Këngëtarja e mirënjohur Shyret e Behluli është shpallur ambasadore e paqes nga Ambasada e Paqes, në një ceremoni të mbajtur pikërisht në 18 vjetorin e Kosova. Një përkim simbolik që e bën këtë vlerësim edhe më domethënës. Privilegj dhe përgjegjësi e jashtëzakonshme. Artistja ndau lajmin me ndjekësit e saj, duke shprehur mirënjohje të thellë për këtë titull, të cilin e konsideron më shumë se një dekorat, një mision. Ky moment merr një domethënie edhe më të veçantë pasi u mbajt në ditën e 18 vjetorit të pavarësisë, një datë që përfaqëson sakrificë, krenari dhe vizion për të ardhmen. Të përfaqësosh paqen në një ditë kaq simbolike është përgjegjësi dhe privilegj i jashtëzakonshëm. Fjalë që prekin jo vetëm fansat e saj, por çdo qytetar që e ndjen peshën e kësaj date historike. Nga skena në mision paqeje. E njohur për dekada të tëra si një prej zërave më të dashur të muzikës popullore, Shyretja tashmë shton në profilin e saj edhe një rol me peshë shoqërore. Krahas personaliteteve të tjera të shuara, ajo u vlerësua për kontributin në kulturë dhe ndikimin pozitiv në shoqëri. Në përmbyllje, këngëtarja uroi që fryma e paqes, bashkëpunimit dhe unitetit të udhëheqë gjithmonë vendin, duke uruar qytetarët për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Një moment krenarie, një titull me peshë dhe një mesazh që shkon përtej artit.